Në gjumon e kaluar, folëm për gjërat që na ndihmojnë për ta forcu imanin, për ta forcu besimin. Sot do të ndalemi tek ajo që e dobëson imanin. Pra, në gjumon e kaluar ngelëm pa e përfundu këtë pjesë, andaj sot do ta trajtojmë këtë temë, pra, cilat janë ato gjëra apo çka e dobëson besimin, imanin ton. Allahu i Madhreshëm në Kur'an, kur flet për çështjen e besimit, thot, është Allahu ai që zbriti qetësinë në zemrat e besimtarëve për t'u forcuar besimin krahas besimit të tyre që e patën. Pra, kjo fjalë e Allahut të Madhreshëm që theksohet në këtë ajet, që thot Allahu për t'ia forcu besimin, na zbulon një rregull shumë të madh në akidën tonë, në besimin tonë, që do të thotë se besimi jonë forcohet me ibadete, me adhurime, dhe ky besim dobësohet pra me bërjen e mëkateve, me bërjen e gjunaheve. Andaj, me të vërtetë kemi raste që dikush fillon fal namazin, mirë po njëtin namaz kur e fal pas një muaji, nuk e shijon, nuk e ka atë kënaqësi që e pat kur e fali namazin para një muaji. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh për shkak të dobësimit besimit. Pra, sa më i fortë që është besimi, aq më shumë ke për ta ndjek kënaqësinë në zemrën tënde. Dhe sa më i dobët që është besimi, aq më i thatë do të duket ty namazi, e që nuk do të bën përshtypje fare edhe kur të kalon koha e tij. Dobësimi të dashur vëllezër besimtar i imanit nuk ndodh brenda një nate. Shejtani për nga natyra e tij është mjaft i durueshëm. Pra, ai nuk të vjen ty edhe me të botë sytje, pra ti që je 5 vakli, i fal 5 kohë namaz, e mundohesh me qenë një njeri përkushtuar ndaj Zotit, nuk të vjen me të thonë braktese namazit, mos e fal namazin. Mirë po, shejtani vepron në hapa të dashur vëllezër besimtar. Ashtu që e përshkruan Allahu i Madhreshëm në Kur'an, khutuwati shejtan. Hapat e shejtanit. Ai fillon me hapat ngadalë, dal që ty me ta luftu besimin, që ty me ta dobësu imanin në zemrën tënde. Dhe e para të dashur vëllezër besimtar, fillimisht ti ke qenë një person që ke qenë i përkushtuar në namaz, dhe shejtani vjen duke të botë sytje që me vonu namazin. Pra, fillon me të bu shprehi ti që për pak e për shumë, pra e vonon namazin. Dhe pasi që ja arrin këti hapi, këti suksesi, shejtani kalon tek faza e dytë, e që fillon me të bin ty që puna është shumë më e rëndësishme se sa namazi, edhe fillon me u arsyetu s'po falna se jam punë. Ta kemi të qartë, kjo nuk do të thotë që Islami e kundërshton punën, përkundrazi e stimulon punën. Mirë po, për aq kohë sa ti kushton vetes tënde që të marrësh pauzë, qoftë për të shikuar në telefon diçka një video për 5 minuta e që i ban gjysë orë apo një orë, ose dikush e dhez një duhan e kështu me radhë, nuk mundet me të marrë kohë më tepër namazin. Mirë po, ja që shejtani arrin me të bin ty edhe me u deklaru edhe me thonë, vallahi s'fal nëse jam punë. E respektoj orarin e punës. Pasi që ja arrin këti suksesit të dashur vëllezër besimtar, fillon që me ta ftof namazin, duke thonë jam i lodhur dhe e fali ma vën kaza, ose dhe e fali mbrëmje kaza. Dhe kështu, dal nga dal, gradualisht,
vjen deri tek ajo që ti mo e braktis namazin. Apo e shihni pra të dashur vëllezër besimtar se si shejtani në hapa të bëni cytje që ti përfundimisht pra me e braktis namazin. Dhe tragjedia nuk është që veç se e braktisë namazin. Nuk është të kjo tragjedia e vetmi. Mirë po tragjedia apo fatkeqësia më e madhe është që edhe zemra jote nuk ndjen dhimbje pse të ik namaz. Pra nuk të brengos fare fakti që të kalon koha e namazit dhe ti nuk arrite pra që të falesh, që ta kryesh namazin. Pastaj të dashur vëllezër besimtar, një fakt tjetër që e dobëson besimin, që e dobëson imanin, është edhe mëkatet e vogla, kur ti nuk ju kushton rëndësi fare mëkateve të vogla. Pra, një nga mashtrimet më të mëdha që njeriu ja bën vetes është duke ja bu rrafsh vetit edhe duke thonë është një gjë e vogël, është një gjuna e vogël, s'ka gajle. Mirë po, siç kanë thonë të parët dietarët, kanë thonë mos e shiko sasin e vogël gjuna. Mirë po këshire, mas pari, kujna je duke i bo gjuna. Kur e qetë në vagë në këtë formë, atëherë sigurisht që ka me të bo për shtypje gjunohi shumë. Mirë po, kur ti e këshirë gjunohin, mërë që ki gjuna nuk ka, ku me di se dikush ban gjunohe ma të mëdhoja, fillon me ja bo rrafsh vetit, fillon me ja shishmu gjunohin vetit, atëherë çfarë ndodh të dashur vëllezër besimtar? Pra ndodh që gjunohet e vogla ty me ta dobësu imanin, pra me ta dobësu besimin në zemrën tënde. Andaj dietarët kanë thonë, mos e shiko vogëlsinë, sasinë e gjunohit, mirë po këshira mas pari kujna je duke i bu gjuna. Pra je duke i bu gjuna kujna Allahu të madhërisht. Ati që të ka kriju, ai i cili të jep frymarrjen për çdo ditë, ai i cili të furnizon me riskun e tij për çdo ditë. Andaj kur njeriu e kujton këtë, kur njeriu e kujton kada kujna unë jam duke i bëj gjuna, atëherë sigurisht që kjo do ta bëj tillë që ai me të vërtetë do të motet shumë para se me e bujt një gjuna të vogël. Lërëmo që nuk vjen shprehje që i tilli me bo gjuna të madh. Prandaj Abdullah ibn Mesudi thoshte me një thanje, besimtari, që shishem katët e veta, besimtari, tha Abdullah ibn Mesudi, i sheh mëkatet e veta, tamam sikurse një guri i madh që friksohet mos po i vjen kokë edhe po e mbyt. Kështu besimtari i shikon gjunahet. Ndërsa ai i cili është gafil, gabimtari, gjunahqari, ati të cilit nuk i bëjnë përshtypje gjunahet, pra i shikon gjunahet, tamam sikurse ajo miza, ke po ku të vjen ajo miza dhe në hund, dalet atë veç ja bën me dorë. Pra në këtë formë, ai i cili pra nuk është i kujdesshëm ndaj urdhrave të Zotit në këtë formë, pra i trajton gjunahet. Dhe ajo që ka bojnë të dashur vëllezër besimtar, këto gjunahet e vogla me zemrën, është se këto ja vendosin një pikë zezë zemrës. Siç ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam në një hadith, kur robi bën një gjuna, bën një mëkat, i vendoset një pikë e zezë në zemrën e tij. Dhe nëse pendohet dhe kërkon falje, tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, zemra e tij pastrohet. Mirë po, nëse nuk pendohet dhe vazhdon me bërjen e gjunaheve, vazhdon me mëkatet, atëherë këto pikat shtohen derisa ta mbulojnë gjithë zemrën e tij. Pra këtë rol e kanë, apo këtë funksion e kanë gjunahet e vogla, nëse ti nuk ju kushton kujdes, atëre pra nuk ruhesh prej tyre. Andaj Zoti i Madhreshëm tha me një ajet në Kur'an, tha kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
Thot këqijat e tyre i bon që me ju ngurtësu zemrat e tyre. Pra të këqijat e vazhdueshme e bon njeriun që me ju ngurtësu zemrat. Dhe kur ti ngurtësohet njeriu të zemra, apo në gjuhën tonë, nëse mujmë me qujtë kështu, kur ti ndrysh këtë njeriu të zemra, atëherë mo nuk i bën përshtypje as gjënohu, as braktisja e namazit e kështu me radhë. Andaj të dashur vëllezër besimtar, Allahu i madhërisëm na e dërgoi këtë Kur'an me të regjistruara me fjalët e tij në të, që fjalët e tij t'jenë tamam sikurse ai pastruesi që e pastron ndryshkun e zemrave tona. E treta të dashur vëllezër besimtar, që e dobëson besimin, e dobëson imanin, është edhe humbja e kohës. Edhe kjo është një prej problemeve aktuale në këtë zaman që ne po e jetojmë. Pra, me të vërtet, kapitali jonë më i qushëm në këtë kohë që po e jetojmë është koha. Dhe jo rastësisht, Allahu i madhërisëm u betu e zbriti pra një sure e emërtoi me emrin koha, e quajtur Suratul Asr, dhe u betu Zoti në kohë. Pse u betu? Sepse pikrisht është neglizhenca apo humbja e kohës që e bën njeriu pra me vazhdu me bo gjunohe dhe me harru Zotin. Andaj, sot ne të dashur vëllezër besimtar, jemi dëshmitar të kësaj që po e themi. Pra, telefonat që i kemi në dorë. Imagjinani, atë ka ndodhur. Na alesh edhe e shikon një video 15 sekonda apo 20 sekonda. Mirë po, duke bo scroll, duke i ecë videot, veç kur e sheh ma vonë 1 orë apo 2 orë, kaloj prej kohës tënde. Dhe me të vërtet, kjo fatkeqësia më e madhe. Me bo me të ra ndonjë smundje ka ilaç. Pra, trajtohesh njek edhe e gjen problemin e smundjes, shërohesh. Ose me u lëndu dikon, ose me bo ndeshje me vetur, rregullohet ose në të fund blihet. E vetmja gjatë të dashur vëllezër besimtar që nuk ka mundësi me u riparu, nuk ka mundësi me u kthy mbrapa, është humbja e kohës. 1 minutë nëse të humb, mu nuk kthehet ajo minutë. Andaj tha Hasan el Basriu, o biri i Ademit, ke kujdes se jeta jote përbohet prej ditëve. Dhe nëse kalon një ditë e jotja, kalon një pjesë e jotja. Ke kujdes qysh e përdor kohën tënde. Sepse ndodh që njeriu e përdor kohën hajër në punë të mira, dhe ajo do të jetë pra dëshmitari më i mirë për të pra në ditën e gjykimit kur del para Zotit. Dhe ndodh që njeriu pra e kalon me i shku koha kot, sa që pra bëhet koha nesër në ditën e gjykimit dëshmitar kundër teje. Njëri nga të parët ishte prej tillëve që i kushtonte shumë rëndësi kohës, e organizonte kohën. Prandaj një prej sistemeve më të mira që i ka shteti gjerman, këtu cëllin e ka, pra organizimin e kohës. I kushton rëndësi orarit, i kushton rëndësi termineve. Po kështu duhet me qenë të dashur vëllezër besimtar, jeta jonë prej besimtarit, me organizu kohën, organizim faljen e namazit, organizim pra në punën tënde, organizim qëndrim me familjen tënde, në këtë formë pra ti e shfrytëzon në maksimum kohën. Andaj njëri nga të parët ishte nga ata që i kushtonte shumë rëndësi kohës. Dhe në një rast shkoi namazin e drekës në xhami, pasi e përfundoi namazin e drekës, u kthyi pa disa trit cilët me të përfundu namazin, shkuan me një çesh xhamis, uleshin aty duke bisedu, diskutu. U largu këj dietar, shkoi në punët e tina që i kishte të vazhdueshme, në studime, në mësime, kështu me radhë. Kur erdhi në namazin e ikindis, dhe pasi që e fali ikindin, i pa personat e njëjtë
të cilët pasi që e përfundu namazin, sëri shkun me një qoshe xhamis duke qëndru, duke e humbur kohën e tëre në muhabetin llafe, tha me pas mundësi, me kon e mundur, me u ble koha, kisha me e ble kohën prej këtëre, të cilët janë duke e qu dam kohën. Andaj, ka prej tilve që aq shumë rëndësi i kushton kohës, sa që thot nuk po mjafton koha, nuk po kam kohë as për vetën time, nuk po mdel koha. Dhe ka tilë të cilët e qojnë dam kohën, pra duke qëndru tërë ditën kafeve, duke qëndru tërë ditën para ekranit të telefonave apo televizioneve, dhe në këtë formë pra ata e vrasin kohën e tërë. Gjithashtu të dashur vëllezër besimtar, një prej atyre që e dobësojnë besimin, e dobësojnë imanin, është edhe dashuria e tepruar mas kësaj dynjaje. Allahu i madhreshëm na ka sjellë në këtë dynjë që ne të punojmë, të angazhohemi. Mirë po, asësi ne me u dashuru plotësisht me lakmu në këtë dynjë, sa që me harru që kena me vdek. Sa që me harru që një ditë kena me dalë para Zotit të madhreshëm. Andaj, asnjëherë nuk është problem që njeriu apo besimtari me qenë i pasur. Sepse ka thonë pejgamberi alayhis salam, pasuria më e mirë është në dorën e besimtarit. Na dëshirojna, na kena dëshirë që besimtarët i kemi jo milionera, po miliardera e bilionera. Pse? Sepse tha pejgamberi alayhis salam, pasuria më e mirë është në dorën e besimtarit, sepse ai din se në pasurinë e tij ka hak edhe ai që s'ka mundësi, edhe ki i del ndihmë. Edhe kur bëhet ndonjë aksion, diçka për me ndihmu, ki është prej të parëve, për këtë rast, pra, pasunia më e mirë, tha pejgamberi alayhis salam, është në dorën e besimtarëve. Dhe jo rastësisht, dy prej sahabëve të ndershëm, Uthman ibn Affan dhe Abdurrahman ibn Aufi, kanë qenë milionerat e asoj kohë. Mirë po ata, pasurinë e tëre, e lanë të vini ku e ka. Ku e ka vinin pasuria? Vinin e ka pasuria të xhepi. Problemi është kur e ndryshojmë një vendin. Pra, kur në vend se besimin, fen, ta lëm në zemër, e pasurin ta lëm gjep, ne ndryshojmë anasjeltas. Pra, pasurin e vendosim në zemë. Pasuria për neve është gjithçka. E kjo është pra problem të dashur vëllezër besimtar. Andaj, pra, një prej atyre që e dobësojnë imanin, e dobësojnë besimin, pa dyshim se qenë ka edhe lakmia e teprume mas kësaj dynjaje, dhe fundit ajo çka e dobëson imanin, çka e dobëson besimin në zemrën tonë, është edhe shoqënia, edhe mjedisi që na rrethon. Pra, pa dyshim se ne jemi qenje sociale dhe kemi nevojë me u shoqënu, kemi nevojë me dalë me dikan me pi një kafe kështu me radhë. Mirë po, nëse ti e kalon ditën tonë, apo e pin kafën e mëngjesit, apo pushimin e punës, apo mbrëmjen me njerëz tek të cilët tema kryesore e tyre është vetëm qysh me bo vetura sa më të mira, sa më të shtrenjta, qysh me fitu pare sa më tepër, qysh me umor me thashethime, tha kje buni aj, tha aj buni kje. Atëre, dal nga dal, pa e kuptu të fare, pra mbrojtja jote e besimit është dobësu kamera. Pra, për shkak se kime fillu edhe ti me mendu sikur ata. Kime fillu edhe ti me vepru sikur ata. Andaj, rastësisht tha pejgamberi alayhis salam, njeriu është në fen e shokut tit ngusht, andaj le të ketë kujdes se cili kënd po e përzgjedh për shkak. Nëse e ke një shok i cili ka dert feje, ka dert familje, ka dert atë dheu, kështu me radhë, sigurisht se është prej shokëve të mirë që duhesh ta mbash. Mirë po nëse ke një shok, siç përmendëm, që derti i tij është qysh me mrri me bo veç pare sa më tepër, qysh me umor me shpif për tjetrin, me fol, me bo tashetime për tjetrin, atëherë sigurisht që kjo ka me infektu edhe ty dhe ka me të bo dëm edhe ty. Andaj të dashur vëllezër besimtar, pa dyshim se këto janë gjëra që e dobësojnë imanin, e dobësojnë besimin tonë. Dhe
e lusim Allahun e Madhreshëm që me na bo prej tillëve që jemi të kujdesshëm ndaj mëkateve të vogla. Pra ju kushtojmë rëndësi, ju kushtojmë kujdes. Një shikim i vogël haram, e shikon, pendohu për atë shikim që e bën. Pse? Sepse nëse fillon me të bu normale ke punë, atëherë dal nga dal do të vjen edhe deri tek gjunohat edhe mëkatet më të mëdha. E them këtë që e thash edhe kërkoj falje tek Zoti i Madhreshëm dhe e lusim Allahun e Madhreshëm me lutjen e përditshme që e ka bu pejgamberi alayhi salatu wasalam, ajo lutje ka qenë ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala din. O rrotullues i zemrave tonë, forcoj zemrat në fen tonë. Andaj edhe ne nga ky vend e lusim Allahun dhe ka thonë ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala din.